Vjos Osmani nuk u shku me dhunë në listën e Lidhës Demokratike. Jo, në aspekt përgjithshëm të e ka thirë Lumiri. As vetë vendosi s'ka shku me dhunë. As në vendosi s'ka shku me dhunë. U ik me dhunë, ka thonë që ju mik pe dhunës. S'ka ik me dhunë. Qashtu i ka ra, ka thonë ju mik pe dhunës. Jo, politike. Se falni fjalë veç me thonë diçka. Problemi... Po për shka u largu? S'ka ik prej dhunës. Dhunës politike. Listën kush pëban? Listën pëban Lumiri. Edhe e ka vendosë për shumë hykmetën atjen 12 e vjose nesh edhe para vetët e ka qitë. Dhe më thonë që kjo është nesër pas nesër përgjësit përshtojë merë Lumiri. Pse ajo është lider i partisë e tash pse a është problemi i publikut kanë e voton. A i voton njerëzit që janë dhe më thonë konsistent në qëndrimet e tyre, apo njerëzit të fiskulturanta. Sepse, për shembull, Fatmir Xhepi, një njeri që për mu ka fitu kredibilitet shumë të madh politik, kur ka dhënë ndërheqje parimore, e në vend që mu kreditu edhe me qenë ndër figurat kryesore politike, është faktikisht politikisht në pension. Se, dohon populli, unë nuk e çmon parimin, e çmon dallaverën, e shmon gënjeshtrën, e shmon paskrupullësin, edhe këtu prandaj jemi ku jemi. Që kjo është arsyeja. Nuk ta shmon ato çka ishdohet me konë në çdo popull normal, më thonë këshyrë, kur e voton politikonin, a është hajnë. Dhe më thonë, a është i shkath, i dishëm, se mundet me konë i ndershëm, po mundet me koni pa haft, për detyrën që i krynë. Edhe e këshyrë qëfar suksesin para praktina. Thot, që ka bo kë? E ka marë, u konë udhëheci një ndërmarje, e ka që për para. Ose ka kolapsu. Në tjetër ndërmarje ka që për para, s'ka dështu, e thë që këj ko gjasë, që tash, edhe si deputet, edhe si minister me pos. Në ashtaj ka pas sukses, po si minister ka dështu. Unë për shembull kam qenë entuziazmuar me ato paraqitjet e Donika Gjervallës në ato mediat gjermane. Dhe më thonë, kur edhe prandaj kam qenë shumë favor që ajo me konë ministre e jashtme. Por, si ministre e jashtme... Ka dështu. Ka dështu. Sepse atë nivele ka zëtnu, po kur ka hypë nivel manal, ka qenë në performancë mirë mediatike, por ju në punë. Po jo për me qenë ministre. E tash që shtu du të mu filtru, po të pak të naje ka pos një bazë, do më thonë që për mu zjedhë që aty. Edhe që shtu du të mi këshyrë poble, du të mi këshyrë të tonë politikanë kur t'i voton, me po që ka boku, që ka... Jo, po të na, di që shë këshyrë. E shë një pëlqenë frizura e ti... Jo, që tha, që fullë... Po qenë, diçka lidhët me diçka krejt në ashtë... Me diçka krejt banale, që s'ko lidhje fare me interesin e përgjithshëm, që s'ko lë, të ata të pja qesë shtina, që kjo, kjo